Përshëndetje të dashur miq. Fillimisht një herë ju uroj një ditë të bukur, një ditë të mbar me plot pozitivitet dhe dua të jem pranë jush me një zë që jam i bindur që të gjithë do ta mbështesni. Natën e mbrëmshme për herë të parë pas vdekjes së vllaut të tij, pas të gjitha problemeve që Gjesti përjetoi, natën e mbrëmshme ka folur zëshëm në emisionin Goca dhe Gram. Në një intervistë krejtësisht ndryshe, në një intervistë të jashta studios, jashta mesit të gocave, Gjesti përzjodhi që të flet dhe të tregon momentet e tij tashmë më të vështira në jetë. Ajo që në fakt më së shumti më preku te ky djalë ishte sinqeriteti i tij, ishte vërtetësia e tij, ishte drejt për drejtësia e tij. Ai tha që jam detyruar të bëhem edhe i keq, jam detyruar të dal edhe nga vetja, sepse në të gjitha format njerëzit nuk din të kuptojnë, njerëzit nuk të ndihmojnë, vetëm se mundohen të dëmtojnë. Dhe këtë rast Gjesti e kishte për kompani Nonima, që fatkeqësisht janë shumica e kompanive, kështu që ti shkon e bën kontratën, më në fund domethënë të gënjen, më në fund të nxjerr borxhli, nuk ti jep lekët e premtuara dhe përfundimi me këto kompani është përfundim me të keq, fatkeqësisht. Dhe këtë gjë ka përjetuar Gjesti si shumica e artistëve me kompani të këtilla. Ajo që në fakt mua më preku edhe më shumë është përjetimi i keq dhe ajo tmerri se si Gjesti e kishte përballuar vdekjen e vllaut të tij. Domethënë Gjesti kishte përjetuar një ankth dhe vuante nga ankthi. Ato që vuajnë nga ankthi e dinë shumë mirë se në çfarë fazë të jetës është ai dhe e kuptojnë shumë bukur se çfarë situate ka Gjesti. Sa që kjo është e vërtet, ankthi të çon gjatë gjithë natës të kesh mendime negative, domethënë të rrotullohen mendime nëpër tru, ti fillon dhe flet me veten, ka shansa që edhe mund të bëhesh shumë keq, ka shansa që edhe mund të dalësh nga vetja krejtësisht. Ankthi është jashtëzakonisht i rëndë dhe nga historia që ndodhi në këtë familje, jam i bindur që Gjesti si djali i kësaj shtëpie që sakrifikoi për gjithçka, që domethënë sakrifikoi dhe veten e tij për muaj të tërë, vetëm që të siguronte një të ardhme të mirë, vetëm që të siguronte një ditë më të bukur për shtëpinë, përfundoi në këtë gjendje. Ishte e kuptueshme, domethënë për mendimin tim ishte e kuptueshme, sepse jo të gjithë mund ta përballojnë këtë rrugë, jo të gjithë mund ta përballojnë këtë jetë. Dua të komplimentoj Gjestin, dua të super komplimentoj familjen e tij për qytetarinë që tregojnë, për edukatën që tregojnë dhe për mënyrën se si i kanë përzgjedh t'i kalojnë vështirësitë e jetës me dinjitet. Domethënë të kalosh vështirësinë e jetës me dinjitet është një armë shumë e bukur që ti mund t'ja falësh vetes, por njëkohësisht në këtë rast edhe familjes. Domethënë Gjesti diti të bëj gjëra të bukura, edhe pa marrë parasysh që Eldioni nuk është. Unë e kam thënë shpeshherë që Gjesti është rikthyer me një mesazh. Dhe mesazhi i Gjestit është dashuria për Eldionin, dashuria për vëllain e vet, dashuria për familjen e tij. Dhe pikërisht kjo gjëja e bën Gjestin të jetë edhe më i fortë, pikërisht kjo gjëja e bën Gjestin të jetë edhe më glamur dhe pikërisht kjo gjëja tregon shembull tek familjet e tjera të cilët kanë humbur njerëzit e tyre të dashur dhe po e përjetojnë në mënyrën më tmerr që Zoti mund ta jep. Pyetja që mua më dha më së shumti forcë, sepse Gjesti kishte filluar dhe të falet, kjo është një armë shumë e bukur që Gjesti e ka bërë. Pyetja që më dha mua forcën për ta komentuar këtë djalë
dhe për ta duartrokitur dinjitetin e tij, ishte pyetja e shtruar nga gazetarja ku pyet Gjestin nëse dëshiron ta kthesh Eldionin çfarë i kishte thënë, ndërsa Gjesti me shumë karakter të fortë tha që Eldioni thashtë atje, është ai i lumtur, është ai i gëzuar, jam i bindur tha që është shumë më mirë se këtu, dhe kështu që të gjithë një ditë do t'ikim në universin tjetër, por forma se si kemi përzgjedhur që t'ikim, ajo në fakt është sekreti për të qenë ne të dinjitetshëm apo jo. Do të thënë pash një Gjesti zemër thyer, pash një Gjesti të shkatruar, por pash një Gjesti të fortë në karakter, pash një Gjesti të fortë në mendime dhe një Gjesti që i kishte kuptuar që jeta është thjesht sekondi jonë. Jeta mund të jetë 1 sekond, jeta mund të jetë 1 minutë, jeta mund të jetë 1 orë, jeta mund të jetë 1 çast. Dhe andaj duhet të jemi zemërgjër, andaj duhet të falim vetëm dashuri, sepse nuk dihet më tej se saj, andaj le të mbyllim syt në këtë univers, duke e dashur njëri tjetrin, duke e duartrokitur njëri tjetrin, duke i dhuruar njëri tjetrit respekt, duke i dhuruar njëri tjetrit ndjenjë të bukur emocionale dhe duke i dhuruar njëri tjetrit pasion, dashurie. Ajo që unë dua të them në vazhdimsi në këtë ngjarje të trisht është se Gjesti me shumë krenari foli dhe për mikun e tij për Gimbon, tregoi që Gimbo është jo vëlla, po përtej vëllau, i cili i ka qëndruar pranë, i ka dhuruar dashurinë, dhe kështu që pash një Gjesti që jeta e ka rritur 5 herë më shumë dhe jeta i ka dhuruar 5 herë më shumë dinjitet që realisht nuk mund ta gjesh tek njerëzit të cilët përjetojnë kriza të këtilla në jetën e tyre. Dhe për këtë gjë unë dua ta komplimentoj Gjestin. Tani si do të jetë rikthimi i Gjestit, me patjetër që do të jetë gjithmonë më dinjitos, me patjetër do të jetë gjithmonë më i duartrokitur dhe jam i bindur që do të fal vetëm dashuri, do të fal vetëm respekt dhe mirëkuptim. Do të thënë, unë shoh një Gjesti të ndërtuar në format më të bukura, të ndërtuar me dinjitetin më të mirë dhe të bërë gati për një rrugtim që realisht të gjithë e komentojnë, të gjithë e thonë, po ndoshta shumë pak e zbatojnë. Të kesh paralele dashurinë ndaj krijuesit, lidhjen me krijuesin dhe suksesin tënd, kjo është arma më e bukur e një njeriu i cili dëshiron të ndërtojë në jetën e tij. Më thënë, Gjesti është gjithçka mbi gjithçka. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që Zoti t'i falë vetëm bukuri në jetën e tij.